أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e salamet të dërguarit të tij I takojnë. Vazhdojmë me hadithin e radhës I 20 me radhë, ku Uqba ibn Amir tregon se e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë një prej fjalëve që kanë trashëguar njerëzit nga pejgamberët e kaluar është nëse nuk ke turp, bëj çfarë të duash. Hadithin e shënon Imam Buhariu. Të nderuar vëllezër, ky hadith sado që duket I vogël në tekst është I madh në kuptim, sepse flet për një prej bazave të një muslimanit të denjë, e cila është morali. Idha lam tastahi fasna' ma shi't. Nëse nuk të vjen turp, s'ki marre, të ka pëlqit perdja e syve. Sa tu tani për kërkon, s'ki tut as Zotit, as marret Allahut, as marret e insanit, bën çka dush. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith të tij të saktë ka përmend se imani përbëhet prej 60 eca. Në një transmetim 70 eca pjesëve të tij. E para është la ilaha illallah. E fundit është largimi I pengesën nga rruga, edhe dikun është në mes tyre edhe turpi. Në mes tyre, pra turpi është pjesë e imanit. Prandaj ulemat I kanë numru, janë mundu me I këqyrë në bazë të argumenteve që do 60 ca pjesë, cilat mujnë më konë. Do kanë dhonë, kanë shtu diçka, kanë hek diçka tjetër, por një prej fjalëve që është e rëndësishme në këtë mesele është se ai I cili e ka imanin, në fillim, ai I cili e ka turpin, edhe në fund, ai I cili është I kujdesshëm për të tjerët, ai ka patjetër kam I plotsu krejt pjesë të imanit, sepse feja është 1, iman, 2, është marrë, 3, është kujdes ndaj të tjerëve, edukat ndaj të tjerëve. E rregullon punët me Zotin, 1. I rregullon punët me veten tonë, duke u bën moralshëm, I ndershëm, 2. Edhe duke largu një pengesë nga rruga, I bën dobishëm për shoqërinë. Ki obligim ndaj shoqërisë, 3. Prandaj na themi obligimet e muslimanit janë 3. Nga ky kënd që po e shohim na. Obligime karshi Zotit, obligime karshi vetvetes përgjithësi, edhe obligime apo përgjithësi karshi të tjerëve. Prandaj ky hadith, nëse nuk ke turp, bën çka duash, nuk është thjesht mësimi I pejgamberit alayhis salatu wasalam, por është trashëgimi e çdo pejgamberit. Trashëgimi e kretë pejgamberve. Kretë pejgamberët kanë pas moral. Kretë pejgamberët kanë pas edukat. Allahu Gjeleshanuhu I ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka zbrit në surën Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim, ka thonë Allahu vërtet tije në shkallën më të lartë të moralit. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë shkalla më e lartë e moralit është turpi. Çka do të thonë I moralshëm? I moralshëm do të thonë mos me vjedh. I moralshëm do të thonë mos me rënë kërkon. I moralshëm do të thonë me respektu më të vjetrën. I moralshëm do të thonë më bëj drejt, më bëj sinqert, mos me gëny. Kretë që to mirë, kretë që to, kretë që ty në cëlla ma mirën në këtë pakon, në paketën e moralit, cëllën ma të mirën me marë, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam në ka mësu, ka thonë me të ardhë marë, me pas turp. Pse? Kur ki turp, nuk vjedhë. Kur ki turp, nuk rranë, se të vjenë marë për Allahit. Prandaj, se cili umet
se cila fe, se cili ligj që ka zbrit për Allahit, e ka pas moralin e vetë. Kulmi i moralit në Islam është marrja. Tha moralja më i madh, marrja është një pjesë e këtij moralit madh. Është marrja. Prandaj Allahu xhalla shanuhu kur e ka përmend për vajzën e Shuaibit alayhis salam, një prej burrave të mirë në atë kohë, më saktë Allahu e di më së miri, kjo vajzë nuk ka ky burr Shuaibi nuk ka qenë Shuaibi alayhis salam ai pejgamberi, po burr tjetër. Kur ka shku Musa alayhis salam që ka ik prej faraonit, edhe ka pushu në hije edhe i ka nimunja dy vajzave. Pastaj ajo ka shku te baba i vet edhe i ka thonë bab kështu na ndihmoj filani, ka thonë shkoni thirrni. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Allahu kur ka tregu për këtë vajzë që ka ardhur me thirr Musa alayhis salam, ka thonë ka ardhur apo erdhi duke ecë e turpruar. E turpruar. Femna me pas turp, me pas marrë, është bukuri, është nder, është krenari. Atë natyrën që Allahu xhaleshanu e ka fal femrës, përmes turpit, përmes marrës e heshën veten ajo. Prandaj nuk është aftësi, zotësi edhe e një femre që të bëhet e pa edukat, mos thonë pa moralshme, se pa këran, e pa edukat, ti flet fjalë të cilat ndoshta është të turpshme edhe meshkujt me i fol mes vete. Mrena atyne, edhe nëse mrena halalet, se mrena haramit, apo në haram, kërkuj nuk i takon asgjë me fol, por edhe nëse mrena halalet, e ka natyrën, botën e vetë që Allahu xhaleshanu ka fal me ato sifatet cilësi që ato e zbukurojnë. Ka qenë e turpshme. Prandaj, një prej dobive kur kanë përmend ulemat të qësaj mesele të vajzave të Shuaibit alayhis salam, kanë thonë e para ka qenë turpi, edhe e dyta ka qenë mençuria. Kjo vajzë ka qenë shumë e mençur. Edhe ka vërtetuar se Musa alayhis salam është burr tamam, kur transmetohet se kur janë kthy me shkute e para më falni para kësaj, ka ardhur aty i ka thonë of ti filan, babat po të thirr me të shpërbly që na ke shërby, na ke bëj zmet të uji aty. Nuk i ka thonë hajde det të shtëpia, po i ka thonë baba po të thirr. Mi dhan me kuptu se s'ka marrë kryen vete, as më sutut ti që po ta bëjnë ai kurth, por baba të ka thirr. E para, kur janë kthy, ajo pja tregon udhën Musa alayhis salam i ka thonë jo del mbrapa. Unë eci përpara. Ka ecë Musa alayhis salam përpara, edhe ajo ka tregu rrugën, ka disa versione se si a ka fola, i ka thonë djallta, majta, drejta sen, s'është shumë rëndësishme, edhe tash ka vërtetu se ky është për një me burr, se ky ka shku ju ka ndihmu pa kurfar kompenzimi. Ka shku, ka dhonë uj deleve, edhe është ullë nën hije, apo shtri, nën hije të lisit, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ka thonë valla, kreta të mira që mi ke dhënë unë vazhdoj, t'jam prapë i varfër se kam nevojë gjithmonë për të mirat e tua, mishtot mirat, edhe ka përgjigjur Allahu. Kur e ka pa kjo vajzë, mençurin, burrnin, sinqeritetin, trimnin e Musa alayhis salam, ka shkuj ka thonë babës, e mençur kon. Ja abet istajir. O bab, këto s'kan pas vëlla, merre shërptor, mi arrujt dhënt. Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Se një burr më të mirë, më të khairit se që ky s'munësh me gjet. Al-qawi al-amin, i fortë edhe besnik. Jo i fortë e laper. Jo i fortë e idiot, po i fortë edhe besnik. Besnik, nuk tradhton, nuk mashtron, nuk keq përdor situatat. E testoj ajo. Baba i vetë ishte akoma më i mençur se vajza. Kuptoj sinjal. Kur shkoi me Musa alayhis salam me fol, masi ja tregoi tregimin, tha ke pështu, mos u tut se s'vjen këtu faraoni me të lyp se jemi larg. Tha, unë po du tha me më shërby ti këtu 8 vite, nëse dënë mi plotësu 10, hala ma mirë. Ama 8 dush me mi plotësu me më shërby këtu me najet me neve, edhe du me të martu me njërën për qëtyne vajzave.
thuhet që ja ka thonë qatë vajzën e cila ja ka thonë qëtë fjalë. Dhe më thonë, se cilë më i menqëm se tjetëri në këtë situatë. Por ulemat kanë përmenë që turpi, një edhe menqëria, ka qenë të vajza Shuaibet alayhi salam. Kurse të Musa alayhi salam, ka qenë trimnia, fuqia edhe burnia. Njëri fisnik, nuk i ka keqpërdorë situatët. Prandaj, për me ditë një burë që është taman burë, jo veç një mashkull, se gjeni mashkullore ka dhe qenë, po një burë që është burë, është ai cili nuk i keqpërdorë situatët. Është ai cili, kur i vjen pozicioni për me keqpërdorë dikan tjetër, nuk e keqpërdorë. Qështë njifën burrat prej meshkujve? Me qëndrimet e tyne. Me qëndrimet e tyne. Sa dush falë lam, thu jam burë. Në qëndrimet shojmë na. Bonin tonë shojmë në qëndrimet, në sjelljet tua. Atër kur është interesi personal, api thu ka dalë stop vetës. Se nuk ja punë përparsi kojntjes tame ndaj ligjeve të Allahut. Unë nuk ja përparsi kojntjeve personale ndaj dëmtimit të palës tjetër. Kur dikush tjetër të beson diçka, unë nuk e keqpërdor besimin. Ju e dini se prej cilësive të munafikut është kur njeriu ja beson diçka dhe ai e keqpërdor. Që i bjen në gjuhën katunare, nëse dikush ty të ka besu diçka, mos ja bjerë punën njerit me shkel në rasat kalpta, mos e lejo me shkel. Mos e lejo. Ti e ke trahtu ata nëse ai ty të ka besu diçka. Një amanet të ka besu edhe ti a ke keqpërdor amanetin. Dikush të ka qelë ty në bised. Dikush automati myt prej teje. Edhe ai në momentin që pështetet për muri, në vend se me gjetë për krahjen të ti, që atër ti e trahton. Kur ai mas Allahut të zgjali mytin e ka pas të ti. Prandaj Musa a.s. nuk e ka keqpërdor këtë gjë. Ka kry shërbimin, i ka thonë ujë. Dhanëve edhe ka shku në rhijës, aty ka nesë, ka lyp falendrim edhe me thonë që saj forti unë jam. Njeri besnik. Andaj pejgamberi a.s. po thotë, krejt pejgamberët e kanë pas qëtë fjallë. Nëse s'vjen marën, bën çka dush. Nëse të ka up ujë i ftyrës, bën çka dush. S'ka burni për teje. S'ka burni. Aq më tepër në një kohë, kur këto sene nuk shëshitën, këto sene nuk qyren me mikroskop, kur njerëzit janë bo të pandershëm, kur kuj mo nuk i intereson apo prek moral, as po prek a çka po bën. Jo, ti bashkë atër dush me qenëru. Keni kujdes vllazni. Keni kujdes. Kur dikush që të ka besu mos e tradhtoni. Vetën shkrine, vetën dëmtone, burnin mos e hupni. Sepse burrin për një mashkulli e dallojnë cilësitë e tija të larta. Nëse s'ki tur bën çka dush, atë ka up marrja bën çka dush. Ti dush me pas marrë, dush me pas tut Zotit, ka një ditë gjykimit që njerëzit kanë besu. Edhe ti ke keqpërdori, ke tradhtu. La ilaha illallah. Ku met burnia jote? Ky hadith nuk është nxitje, pastaj që na me thona diçka. Ke marrën, që tani? Me graj që ka dush. Nuk ka ky hadithi. Nëse s'ki tur bën çka dush. Nuk ka për qëllim graj. Po për qëllim, o insan, nalu për izat Zotit. Nalu se a dikush i bën këqijat, i paftyri. Pejgamberi që shtup i bjen, në qëfëse nuk kep turp, bën çka dush, dhe më thonë, aj që në të bën çka bëdan, dije që aj s'ka turp. Thot, njoni thot, filoni është i ndershëm. Ka pedin që i ndershëm? Mu për ma mërmeni, jo, këshurja punt. Nëse në të i bën punt e një muslimanit të devatshëm që i tu të Zotit, atër është i ndershëm. S'pan veprat këqija, s'ban çka doja. Nëse o t'i bën 100.000 zeza, atë ruje prej ti. Se dëman e ka hup ai, turpin e ka hup marrën. Lusë Allah në zhelë që të na uzaj, na përmisajt, na i falë mëkatet tona. Allah na përmisat, walhamdulillahi rabbil alamin.